Vazhdojmë me konkurrentën tonë të radhës, Alea Prokopuca dhe prindin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ndjenjë është për ju si prind ta shohësh Alean duke zhvilluar talentin e saj dhe duke interpretuar këtë para teje? Po është një ndjenjë shumë e mirë, si baba për vajzën e vet, kur t'ja sheh një talent që ka, duhet me përkra deri në maksimumin sa kena mundësi. Unë jam i kënaqur shumë me Alean drejtar sepse të njëjtin profesion e bujmë bashkë, edhe ka ma lehtë me mu, edhe punojmë së bashku. Uroj me kon e më e mira për vajzën time. Dhe ne gjithashtu i urojmë Alea shumë suksese dhe të ftoj në skenë. Është një bilbil në fshatin ton, për një vasha i këndon. Është një bilbil në fshatin ton, për një vasha i këndon. O te burimi do ta pres, sa ti shoh dy sytë e zez. O te burimi do ta pres, sa ti shoh dy sytë e zez. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. O ky bilbili ka një hall, për kët vasha i ka shumë mall. O ky bilbili ka një hall, për kët vasha i ka shumë mall. O te burimi do ta pres, sa ti shoh dy sytë e zez. O te burimi do ta pres, sa ti shoh dy sytë e zez. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Faleminderit shumë Alea, një interpretim i mrekullueshëm nga Alea, po ju Profakze? Një këngë shumë e bukur, por edhe interpretimi i bukur nga Alea, edhe vibracionet në vendet e duhura. Shumë mirë. Vetëm sukses. Interpretimi, por nuk ka kjo nevojë për mikrofonin, mikrofoni ka nevojë për ta. Bravo, komplimenta. Për ju si prind, se ishte interpretimi i vajzës suaj? Për mua ishte shumë i mirë. Faleminderit juve për mundësinë që na i keni dhënë që këta të tragojnë fëmija talentin, jo së vajza ime, po të gjithë fëmijët që janë këtu. Ju uroj sukses, ju uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.